të përmbledhur fillimisht. E përmenda në vendin cilin jetojmë, shpeshherë na servohet muzikë, përmbajtja e teksteve të cilat për shumë këllë për të dëshiruar. Bëhet fjalë kur flasim për këto tekste në cilat promovohen dukuritë negative që i ceka pak më herët. A ndikojnë tekstet në karakterin, formimin, shëndetin mendor dhe gjithçka tjetër, zonja Syna? Patjetër që ndikojnë. Ky është, janë bërë edhe studime në raport me këtë gjë, sidomos tek të rinjët. Unë shpesh edhe e kom diskutu këtë temë, për shkak se të rinjët jashtëzakonisht shumë ndikohen nga figurat publike ose krijojnë ta idhujt ku mundohen ta modelojnë ose ta imitojnë jetën e tyre. Prandaj, gjatë gjithë kohës e kom cek edhe e kom diskutu kur kom pas mundësi që këngëtarët të kenë shumë kujdes me këto tekstet, sepse vërtet e ndikon jashtëzakonisht shoqërinë tonë. Prandaj, unë besoj si një faktor për shumë faktorëve që ka ndiku, një faktor është edhe kjo, mënyra se si po promovohet jeta, narkotikët, seksizmi, si që the, e plot tema tjera, për ndikojnë edhe mënyrën se si të rritë për shohin jetën, edhe rritjen e numrit të rasteve të përdorimit të narkotikëve, të abuzimit, dukurive tjera ose agresionit me njëri tjetrin, kështu që po, kjo patjetër që është një faktor, sidomos të rritë që ndikon. Dënjeta, një mendim të parë lidhur me atë me ndikimin, me qenë se edhe shpeshherë kemi komentuar edhe në të kaluarën për tekstet. Blendi më tregu drejt, pajtohem me këta që tha veç edhe psikologja në fjalë dhe që jepi ma shumë detaje se sa i përket psikologjisë dhe krejt ato se si ndikon në jetën e njerëzve faktikisht këto gjuhë të cilat përdoren t'i themi në muzikë, po ajo që ambë fakti edhe ajo që me të vërtet na intereson është se pavarësisht këtyre gjuhëve dhe pavarësisht këtyre fjalëve të cilat i përdorin nëpër muzikë, prap na bën përshtypje për me dëgju. Edhe na e dim se çfarë do të bëhet diçka virale ose veç është hit, edhe si a dim fare kuptimin, kemi me marrë edhe me dëgju këngën. Pavarësisht situatës, pavarësisht dhunës fizike ndoshta që e promovojnë, gjuhë seksiste edhe përdorimin e drogave, krejt këto të cilat përdoren në tekste, shpeshherë mendoj njerëzit i ngojnë muzikat edhe fare nuk e din kuptimin e këngëve tyre. Edhe themi 1% e madhe e njerëzve ndoshta nuk e din kuptimin fare, vetëm për shkak ritmit edhe asaj që është t'i themi tek ne, edhe që për një me dëgjuhet, na duhet më kanë vetishëm edhe duhet më kanë me qatë përqindjet madhë të njerëzve. Ndërka, çka mendon Redion? A ndikojnë tekstet, sepse kam po shpeshherë që në profilin tënd personal edhe komenton për tekstet që shkruajnë këngëtarët. Pa u ndalë shumë në detaje, sepse do ndalemi gjatë bisedet që do e zhvillojmë tutje, si mendon se ndikojnë pikërisht tekstet muzikore tek njerëzit në përgjithësi? Fatkeqësisht ndikojnë për të normalizuar një sjellje që është e gabuar, pra në këtë frymën e artistëve që në këngët e tyre kanë armë, që në këngët e tyre dhe në videoklipet e tyre kanë sherre, që kanë atë gangsta, pra që unë jam më i forti, më i madh edhe kështu, edhe duke e parë ti këtë dukuri të keqe që kthehet në një lloj normalizimi që edhe